Si të fitojmë nga Instagram, pjesa 2. Ju mund të krijoni një dyqan dropshipping. Çfarë është dropshipping? Dropshipping do të thotë ju gjeni një furnitor, mund të jetë shqiptar, mund të jetë online, mund të jetë kudo në botë, mund të jetë sourcing nga Kina, nga India, nga United Kingdom, nga Italia, nga shumë vende. Ka kompani të cilat ofrojnë mundësinë për dropshipping. Në momentin që gjeni burimi se ku do merrni produktet tuaja, ju ndërtoni një dyqan. Ky dyqan është i juaj. Ju vendosni detajet e produkteve në këtë website dhe ndërmjetësoni shitjen e tyre. Sigurisht, nga tarifa që ju e merrni, çmimi që e blini produktin, që janë me një çmim shumë të ulët, ju do të shtoni vlerën që ju mendoni se është e përballueshme duke ruajtur atë perceptimin e vlerës që ka ky produkt, por duke gjetur ju tregun për ta shitur këtë produkt. Nga ndërmjetësimi i këtij procesi, ju fitoni një tarifë të caktuar. Ju nuk ju duhet të mbani inventar, nuk duhet të blini paraprakisht, por ju jeni thjesht marketerët që keni ndërtuar mjetin e komunikimit mes blerësit dhe shitësit, dhe për këtë ju paguani një komision të caktuar që është diferenca e çmimit të shitjes me çmimin që ju do ta blini. Në momentin që dikush porosit në website-in tuaj, le të themi një produkt që ju e blini $7 tek furnitori, e shisni për $17. Nga ky transakcion, vlera e mbetur është fitimi juaj. Sigurisht që një pjesë e kësaj vlere do të shkojë për mirëmbajtjen e mjeteve, siç është website-i dhe detajet të tjera që kanë të bëjnë me marketingun, me dizajnin e elementë të tjerë. Pra, kur ne vendosim tarifimet, marrim në konsiderat edhe këto element. Por ja kjo është një mjet shumë i mirë për të krijuar ju një biznes me dropshipping. Pra, e marrim diku dhe bëjmë drop te klienti përfundimtar. Kjo është në fakt koncepti i dropshipping. Dhe pse jo, mund t'jeni ju që ta bëni këtë gjë. Unë kam dhe një trajnim që është totalisht i lidhur me dropshipping. Nëse do të keni interes që ta ndiqni, komentoni më poshtë dropshipping dhe unë do t'ju jap informacion se si mund të regjistroheni.